Krijimtaria letrare e poetes nga Fieri Elmira Rama me titull Kryenalt në Dukje u vlerësua me çmim të parë në festivalin e 5 të mbar shqiptar të poeteshave nga Trevat Shqipfolse, i organizuar nga lëvizja Gratë Frymojnë Vlera me drejtuese zonjën Farida Ramadani, i mbajtur në Qytetin e Artit dhe të Kulturës në Shkodër. Ajo është shpallur fituese e çmimit kryesor në këtë ngjarje të madhe letraro-artistike, që mblodhi 30 poete nga Shkodra, Tirana, Prishtina, Vlora, Përmeti, Durrësi, Fieri, Mali i Zi, Maqedonia e të tjerë, të cilat sollën në këtë festival krijimtaritë e tyre poetike, ku nëpërmjet vargjeve përcollën mesazhe për jetën, forcën, dashurinë, familjen, miqësinë e të tjerë. Në një intervistë ekskluzive për televizionin Apollon, krenaria e krijimtarisë fierake Elmira Rama nga Patosi u shpreh se në këtë aktivitet u festua krijimtaria e poezisë femërore shqiptare, e ndjenjës së pastër dhe e fjalës, e shpirtit të bukur dhe të lirë që i bashkon Trevat në një gjuhë të vetme, atë të artit. Ky festival është organizuar nga lëvizja Gratë Frymojnë Vlera me drejtuese zonjën Farida Ramadani. Organizohet për të 5 herë radhasi në qytetin e Shkodrës me pjesëmarrjen e grave nga të gjitha trojet shqipfolse. Padyshim qëllimi i festivalit është promovimi i zërit poetik të gruas shqiptare, duke i dhënë mundësinë, duke i dhënë hapësirën për të promovuar çdo ndjesi dhe çdo emocion që ato sjellin nëpërmjet vargjeve poetike. Unë do të shtoja gjithashtu që patjetër është një përpjekje e çmuar për të ruajtur dhe për të forcuar më shumë lidhjen e gruas shqiptare kudoqoftë ajo me kulturën, me gjuhën, me poezinë shqipe. Që më vonë pasi të marroni këtu keni një koktejl nga ato. Faleminderit këngëtares Lulka Mërkulaj për angazhimin e saj. Faleminderit bibliotekës Marin Barleti. Faleminderit Bebin Vjerdha që janë edhe me nxënësit e shkollës dëshmore të Prishtinës. Faleminderit moderatoria mrekullueshme e përhershme Kozeta Bruçi. Faleminderit juria që na keni nderuar me pjesëmarrjen tuaj dhe me vlerësimet që ju keni bërë. Dhe ju jam mirënjohëse të gjithave ju, megjithëse disa dhe kanë munguar sepse pikërisht sot kërkoj data dhe me një festival që është në Kukës dhe nga njëherë poeteshat nuk dishin se si me vepru, po një falenderoj me zemër gjithave ju që e keni vlerësu këtë festival, atë më tepër që është festival femëror. Sipas poetes Rama, ndër 30 poezitë e prezantuara, juria e përbërë nga Denada Roy, Viktor Gjikolaj dhe Demir Rusi vlerësoi krijimin e saj me çmimin e parë, ndërsa çmimi i dytë shkoi në qytetet Tiranë dhe Shkodër, dhe çmimi i tretë në Tiranë dhe në Përmet. Ndërkohë, lëvizja Gratë Frymojnë Vlera akordoi dhe vlerësime speciale për krijimtari dhe mesazhe frymëzuese që shkuan në Shkodër dhe në Durrës. Surpriza e bukur e këtij festivali ishte interpretimi i vogëlushës Melisa Halili nga Dibra, i cili emocionoi të gjithë pjesëmarrësit. Aktiviteti u shoqërua me performanca muzikore në piano dhe kitar, për të vazhduar me këngë nga këngëtarja e njohur Lulka Mërkulaj, e cila bëri që e gjithë salla ta shoqëronte duke kënduar. Kjo ngjarje e madhe letraro-artistike, zhvilluar në një atmosferë të mbushur me emocion dhe art, ishte një festë e poezisë femërore shqiptare, ku poeteshat u bashkuan për të sjellë vargje plot ndjenjë, frymëzim, dashuri dhe fjalë e shpirt që bashkuan Trevat shqiptare në një gjuhë të vetme, atë të artit dhe dashurisë, pohoi poetesha Elmira Rama.